Përshëndetje. Në këtë video do të flasim për disa mënyra të thjeshta se si të shmangim disa insekte të padëshiruara në shtëpitë tona. Ndërsa vjera afrohet, prania e insekteve mund të bëhet shqetësuese. Për të shmangur përdorimin e kimikateve të ndryshme, mund të përdorni metoda natyrale dhe efektive për t'i mbajtur larg këta mysafirë të padëshiruar. Le të shohim disa metoda të thjeshta që funksionojnë. Metoda e parë, spray me hudhër dhe ujë. Hudhra ka veti natyrale që të largojë insektet. Për të përgatitur këtë spray, shtypni disa thelpi hudhre dhe përzijeni me ujë. Lërni të qëndrojnë për të paktën 6 orë. Shtohuni një pikë ujë sapun natyral në përzierje. Hidheni përzierjen në një shishe me spërkatës dhe përdorni për të spërkatur zonat ku shfaqen insektet. Metoda e dytë. Spray me spec të kuq djegës dhe sapun natyral. Speci kuq djegës është i njohur për aftësinë e tij për të larguar insektet. Për të krijuar këtë spray, përzijeni një lugë gjelle spec të kuq djegës me 6 pika sapun natyral në 1 litër ujë. Ruajini përzierjen në një vend të errët, spërkatni zonat e prekura një herë në javë. Metoda e tretë, spray me vaj esencial mente dhe uthull rrushi. Kombinimi i vajit esencial të mentes dhe uthullës së rrushit krijon një repelent natyral. Përzijeni disa pika vaj esencial mente me uthull rrushi. Hidheni përzierjen në një shishe me spërkatës. Spërkatni lulet dhe bimët në kopësht ose balkon për të larguar insektet. Pastrimi i dritarëve me krip. Kripa mund të përdoret si pastrues natyral për dritarët dhe për të larguar insektet. Përzijeni disa lugë gjelle krip me 4 litra ujë të vakët. Përdorni këtë përzierje për të pastruar dritarët dhe sipërfaqet të tjera. 5. Spray me vaj nem dhe sapun natyral. Vaji i nemit është një insekticid i fuqishëm natyral. Përzijeni një lugë gjelle vaj nem me gjysmë lugë gjelle sapun natyral dhe një çerek litër ujë të ngrohtë. Aplikojeni këtë përzierje direkt në gjethe, kërcell dhe tokë për të mbrojtur bimët tuaja nga insektet. Një tjetër metodë është përdorimi i sodës së bukës. Soda e bukës është efektive në eliminimin e insekteve që tashmë ndodhen në shtëpi. Shpërndajeni atë nëpër shtëpi, veçanërisht në cepa ose poshtë mobiljeve. Soda e bukës i vret insektet duke i dehidratuar. Përdorimi i spërkatësve natyral. Për të mbajtur larg insektet, mund të përdorni një spërkatës natyral duke përzierë alkool, kanell dhe kafe. Ky kombinim vepron si një repelent kundër mizave dhe mushkonjave. Masat paraprake, reagimet alergjike. Nëse keni alergji ndaj një ose disa përbërësve, shmangini ato. Dëmtimi i sipërfaqeve. Testoni spërkatësin në një zonë të vogël dhe të padukshme përpara përdorimit të gjerë, pasi alkooli mund të dëmtojë disa sipërfaqe delikate. Për të mbajtur shtëpinë tuaj të pastër dhe të lirë nga insektet, është e rëndësishme që të adoptoni disa masa parandaluese dhe të përdorni metoda natyrale. Këto qasje jo vetëm janë efektive, por dhe të sigurta për familjen dhe mjedisin tuaj. Pastrimi i rregullt të sipërfaqeve. Një nga hapat kryesor për të parandaluar hyrjen e insekteve në shtëpi është mbajtja e pastërtisë. Hiqni menjëherë mbetjet ushqimore dhe pastroni sipërfaqet e kuzhinës pas çdo përdorimi. Kujdesuni që dyqemet dhe tapetet të jenë të pastra, duke i larë dhe fshirë rregullisht. Kjo redukton burimet e ushqimit që mund të tërheqin insektet. Ruajtja e ushqimit në enë të mbyllura. Ushqimet e pambuluara janë një magnet për insektet. Përdorni enë hermetike për të ruajtur ushqimet, veçanërisht ato të ëmbla si sheqeri dhe mjalti. Kjo ndihmon në parandalimin e hyrjes së insekteve dhe ruan freskinë e ushqimeve tuaja. Eliminimi i burimeve të ujit të ndenjur. Insektet, si mushkonjat, shumohen në ujë të ndenjur. Kontrolloni dhe eliminoni çdo grumbullim uji në shtëpi, si pjatat nën vazë, lavamanët e mbushur ose zonat me lagështi. Mbajtja e një ambienti të thatë dhe të ajrosur redukton mundësinë e shumimit të insekteve.
Duhet të keni parasysh që shishen e sprajtit ta mbani larg rrezikëve të diellit si dhe larg prekjes nga fëmijët. Këto metoda efikase mund t'i përdorni në shtëpinë tuaj. Do të dëshironim të lini komentin tuaj cila metodë ju duket më e thjeshtë. Gjithashtu do t'ju luteshim ta shpërndanit videon për të ndihmuar sa më shumë njerëz. Ju falenderoj për kohën tuaj, shihemi në video tjetër.